Raporti finale OSBE Odirit për zgjedhjet e 11 majit kishte një zhvillim të bujshëm, nuk përmbante fjalën fars. Them bujshëm sepse Partia Demokratike dhe Sali Berisha për 6 muajsh na përgatitën shpirtërisht se ky raport do të përmbysë zgjedhjet e fitoren e socialistëve. Por raporti fliste për zgjedhje konkurruese dhe fjala konkurruese në vetvete përjashton fjalën fars edhe në përmbajtje. Në fund raportit ishte edhe tabela finale e përqindjeve, votave dhe mandateve, pra një certifikim edhe formal i fitores së socializme në 11 maj. Një raport deri ku i mërzitshëm e përsëritjet e raporteve të mëparshme që në gjuhën akademike thuajse do të klasifikoheshin si plagjatura, aq shumë ngjante ai me raportet e mëparshme të zgjedhjeve të vitit 2023 apo ato të vitit 2021. Por sigurisht zgjedhjet e 11 majit nuk ishin perfekte, problematika që lidhen kryesisht me pretendimet e opozitës për influencën e pushtetit mbeten akoma. Disa kandidatë janë ndjerë të intimiduar, por raporti nuk thoshte cilës palë. Sipas tij, ligji elektoral favorizonte dy partitë e mëdha dhe linte pak hapësira për partitë e reja. Por nga ana tjetër duhet thënë se gati 300.000 vetë votuan partitë e reja, një sukses elektoral për një vend ku ndonjë lider politik është kthyer si mumia e gjallë në kuvend dhe në selinë e ndonjë partie. Klima ishte e tensionuar dhe në ditën e zgjedhjeve, thot raporti, por ne e pam se nga erdhi tensioni atë ditë dhe kush shkonte dhe kërcënonte në qendrat e votimit. Raporti nuk e thot, por ne e pam me sytë e kamerat tona dhe nuk ishin kandidat të shumicës. Ndoshta pushteti ndikoi në mënyrë të padukshme, por opozitën tonë tradicionale e pam sërish të dukshme, të dhunshme dhe intimiduese. Por kjo nuk friksoi njerëzit dhe si thotë raporti në konkurrencë ata zgjodhen në rastin më të keq ata që nuk bërtasin dhe që nuk kërcënojnë. Por raporti kishte fjalë të mira për procesin tërësi. Vlerësonte maksimalisht votën për herë të parë të diasporës. Raporti vlerësonte qetësinë e KQZ-s në menaxhimin e momenteve të tensionuara, në votimin e numërimin elektronik, duke sugjeruar gjithashtu shtrirjen edhe më të madhe të tij në zgjedhjet e ardhshme. Raporti Odir bënte thirrje për një depolitizim urgjent të procesit zgjedhor, pra me komisione jo partijake, çka sipas tij pengoi edhe këtë herë deklarimin më të shpejtë të rezultatit të zgjedhjeve. Raporti sugjeron gjithashtu nisjen me njëherë të procesit të reformës elektorale dhe jo lënien e tij si gjithmonë në momentet e fundit. Me pak fjalë, duket se SPAK-u OSBE Odir e ka marrë seriozisht Iliran Celibashin dhe përpjekjet e tij për të modernizuar procesin zgjedhor në vend. Celibashi, dukshëm, sipas raporti, ishte fituesi i vetëm i qartë i zgjedhjeve. Dhe me të do jemi sonte në program. Sigla. Mirëmbrëma, ju urojmë se ardhë në program Kryej Komisioneri Shtetëror Zgjedhjeve, zotit Iliran Celibashi. Mirëmbrëma Iliran, kënaqësi të kem program sonë. Faleminderit, kënaqësi edhe për mua. Bashkë me shoqërinë e kolegëve të mi, Rojan Lami, mirëmbrëma profesor, dhe Skënder Minxhozi nga News Pikalo, mirëmbrëma Skënder. Iliran, lexova dhe reagimin tuaj në para rreth diçka më pak se 2 orësh në rrjetin X dhe le të themi, ju aty nuk e fshehni në një farë mënyre kënaqësinë që SPAK-u ky raport për herë të parë, thoja unë, dhe ka qartazi vlerëson punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, po kryesisht të kryekomisionerit, pra pjesën kryesore, se për tjerat pastaj, po pjesa e organizimit zgjedhjeve që është direkt përgjegjësia juaj, besoj, mos them ka marrë notën 10, ka marrë një 9+ të mirë. Si rrallë herë. Absolutisht, jam i sinqert që nuk kam dashur ta fshe dhe nuk shoh arsye për të treguar një lloj modestie hipokrite. Po kam dashur ta them atë me një fjali për të treguar se kjo nuk është e rëndësishme edhe pse në aspektin institucional apo dhe personal e ka të rëndësi që ka. Pasi po të shikosh përmbajtjen e mesazhit që kam përcjell publikisht, synon të tregoj tjetër gjë në fakt. Ajo që ka të bëjë me vlerësimin e raportit të Odirit për punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Gjithsecili prej nesh aktorëve të lidhur me procesin zgjedhor, KQZ, parti politike, qeveri apo dhe institucione të tjera, shohin veten e tyre në këtë raport dhe secili prej nesh ka leximin e tij për përmbajtjen e raportit, për çfarë raporti thotë, për gjetjet, për vlerësimet, për rekomandimet.
Ajo çfarë ka më shumë rëndësi në gjykimin dhe në vlerësimin tim është çfarë do bëjmë për të ardhmen, në raport me çfarë ka ndodhur dhe si është vlerësuar ajo që ka ndodhur. Kjo besoj unë mendoj që duhet të fokusohemi shumë aty, por le të themi të flasim pak dhe për atë pjesën në thojza të interpretueshme, për shkak se jo për shkak se prisim në ndryshim të realitetit, por për shkak të ndikimit që kjo mund të ketë më shumë të njëri kamp politik, i cili e ka lidhur themi të gjithë agjendën politike nga shtatore këtej mbi faktin që këto zgjedhje ishin një farsë. Ju më përpara keni dhënë një vlerësimin tuaj kur keni thënë që këto zgjedhje janë zgjedhje me standarde të një vendi evropian. Ju i qëndroni asaj që keni thënë? Absolutisht po, edhe pse kjo duket shumë polemizuese, veçanërisht kur ke përballë një qëndrim të kundërt me këtë, i cili përfaqësohet nga opozita e vendit dhe realisht me gjithë vlerësimin dhe realisht respektin për atë çfarë përfaqëson opozita, por nuk hezitoj që të rikonfirmoj që te problemeve të cilat janë ato që i ka fotografuar Odiri dhe besoj askush prej nesh nuk do të duhet përderisa kemi pranuar si arbitër ta komentojnë ndryshe apo ta shoh me rezerva. Zgjedhjet kanë prodhuar një qeveri e cila gëzon legjitimitet jo vetëm formal, por besoj është rrjedhoj e çfarë kush është vullneti i votuesve shqiptar. Ka vend natyrisht për të diskutuar që ky rezultat është impaktuar 100%, 5%, 10% nga aspektet të ndryshme të procesit. Ideja është, a janë faktorë cilët temi patën ndikim ndjeshëm në rezultat, sepse në fund fare dhe temi ne duhet të kënaqemi me minimalen e gjës para se të bëjmë analizën. Pra, sigurisht shumë nga ato vrejtë ose pothuajse të gjitha qëndrojnë. Problemi është sa kanë ndikuar këto, sa kanë impaktuar këto një rezultat i cili në shifra është ai që është, në mandate është ai që është, dhe ne e dim. Pra, nëse flasim midis dy grupeve kryesore, 83 me 50. Nuk e thot dot askush me siguri dhe në fakt dhe nëse pyet vetë vëzhguesit, ata as nuk marrin përsipër që të hyjnë një analizë apo të lodhen për të kthyer përgjigje të një pyetje të tillë ose të një interesi të tillë. Dhe nëse vëre vëzhguesit ndërkombëtar nuk është se nëpërmjet gjetjeve ata bëjnë një lloj vlerësimi dhe vendosin një lloj note të procesit zgjedhor, por nuk synojnë që të shprehen që ky rezultat zgjedhjesh u ndikua kaq përqind nga ky faktor. Se dikur e kanë bërë, se më kujtojnë zgjedhjet në 96-s. E kanë bërë. Pra, zgjedhjet e 96-s janë të vetmet zgjedhjet të cilat janë kontestuar, rrëzuar në pikpamje dhe formale nga vëzhguesit ndërkombëtar. Edicionet e pasme të zgjedhjeve, diku ka patur më shumë vërejtje, më shumë gjetje negative të themi, diku më pak, por nuk kanë lidhje asnjë prej zgjedhjeve të mëparshme me zgjedhjet vitin 1996. Pra farsë nuk patë. Unë këtë nuk mund ta them në mënyrë absolute njerëse. Nëse do ta pranoje që kishte një farsë, atëherë nuk do të isha akoma në krye të KQZ-s. Në krye të KQZ-s. Lami, sa i përket raportit sotëm dhe sigurisht në këtë pjesë parë edhe e përthyer kjo edhe me temi diskursin politik. Përpara, gjatë edhe pas. Pra sot zoti Berisha ka vazhduar të thotë që farsë nuk u përmend, po unë kuptua. Pastaj kuptohet që këtu është futim me analizë politike që nuk i përket zotit Celibashi. Dëgjoj zoti Balla, ne kemi perceptimin e aktorëve politikë që ishin pjesë e garës në lidhje me standardin e zgjedhjeve. Dhe kemi perceptimin e faktorit ndërkombëtar që këtë rast është i specializuar ose Odiri, i cili bën raportin final në lidhje me standardin e zgjedhjeve. Shtuar kësaj qasje edhe verifikimi empirik që u bën nga palët që e takuan sistemin
me një proces të stërëzgjatur për të parë kutin në kuti shkalla e shkeljes dhe cënimi standardeve, logjikshëm vim në konkluzionin që së paku pretendimi i palës që atakon të sistemin, palës Partia Demokratike, për masakre elektorale, së paku nuk përputhet me të dhënat e verifikuar në kutit e votimit dhe në perceptimin e vëzhguesit të specializuar për zgjedhjet të SBO-dirit. Kjo është gjetje e parë që ne mund të themi. Kjo nuk na bën të bindemi që zgjedhjet nuk kanë pasur probleme. Sigurisht kanë probleme dhe janë probleme të cilën duhen korrigjuar dhe duhen minimizuar për shkak se na bën një vend problematik në rajon dhe jo vetëm që nuk arrin dot ende të ofrojmë një standard të mirë pranuar nga gjithë palët dhe jo vetëm të standardit zgjedhor, por së paku alibia e Partisë Demokratike me të dhënën që e verifikuan vetë dhe me të dhënën që vjen nga institucione përtej palëve, që është OSBE-diri, të paktën mund të themi pa hezitim që është një fiasko. Skënder, megjithatë, dukur po komunikonin parë fillimin e programit, ti më the që kishe një përshtypje që raporti ishte pak më ashpër se herët e tjera? Po, në seksion e gjetjeve, natyrisht që aty raporti është një ushtrim ekuilibri dhe analize në fund ditës. Pra, ka kapitujt që quhen të gjetjeve dhe ka kapitujt të rekomendimeve. Por më rëndësishmi të gjithëve është konkluzioni që nxirret mbi zgjedhjet. Dhe ti me drejt në editorial thoje që një palë zgjedhje që janë konkurruese, pastaj ti tek gjetjet mund të fusësh çfarë duash, por nëse gjetjet nuk kanë prekur thelbin e garës, pra do të thotë që garë ka patur, atëherë zgjedhjet janë të legjitimuara në funksion të rezultatit që kanë prodhuar. Dhe në këtë aspekt, unë thjesht në një analizë politike të shpejtë, doja të thoja që qofse krahasojmë vitin 2025 me vitin 2021, zoti Berisha në raport me zotin Basha ka humbur 13 deputet, ka humbur mbi 200.000 vota, dhe natyrisht që ai kishte dhe ka të gjithë interesin e kësaj bote që ti mshoj idesë të tij të një farse elektorale dhe të fokusohet tek kapitulli i gjetjeve. Pra, dhe aty mund të humbasësh lehtë dhe mund edhe të gënjehesh lehtë, sepse në qoftë se qeveria ka një rol relativisht më të avancuar në zgjedhje dhe ka mundësi të tilla që i japin një rol predominant ndaj palës tjetër, kjo nuk ka të bëjë vetëm me këto zgjedhje dhe nuk ka të bëjë vetëm me raportin Rama-Berisha, ka të bëjë me të gjitha zgjedhjet, me të gjithë krerët politik që ne kemi parë kur vetë Berisha fjala vjen, inauguronte tunele që të shponin malet me autostrada ditën e fundit fushatës. Ditën e fundit fushatës me gjitha shimthaqin krah. Pra, në qoftë se flasim për përdorim qeverisë dhe të aseteve të saj në funksion të fushatës, këtu asnjëri, siç thot Jezuj, kush nuk është me mkat le të hedhë gurin i parë. Pra, këtu ndodhemi në një terren pra të lëvizshëm, rërash lëvizshme, ku të gjithë mund gjejnë mish për dhëmbët e tyre dhe mund dalin të kënaqur në fund fare. Pra të thonë që raporti më jep mua drejt. Pra, kjo është një gjysmë gote bosh dhe një gjysmë gote plot. Tani që të vinë tek gjetjet dhe ti me drejt ma bëre këtë pyetje, unë do të kisha dhe me zonin Selibashin ne e kemi diskutuar dhe më herët këtë ka shumë vite sepse problemet janë të vjetra dhe ai njeh më mirë se kushdo tjetër. Me qëra fjala është dhe ndër më jetë gjatët në atë post. Nuk e di, është në konkurencë me Armando Dugën e FSHF-s. Përsa i përket... Qikë më herë se Armando Duga? Kam pati një periudhë të shohë. Nuk e di, aty jemi të dy. Po, që do të thotë se është vërtet, jo se e kemi këtu sonde, po që i pasëvendësueshëm për këtë rol në Shqipëri, dhe është një figurë e cila i ka ruajtur ekuilibrat edhe kur i kanë humbur tjerët, me thënë drejtën. Kjo është pak shumë të shqesi. Nuk ka problem. Tani, tek gjetjet unë do të fokusohesh ato që janë probleme në zgjedhje. Realisht përdorimi administratës do të duhet ishte në një vend që po përgatitet hyjë në Bashkimin Evropian, do të duhet ishte më i pakt dhe më i frenuar dhe më i kontrolluar. Nuk di mjetet
që mund të përdoren, po është koha për të patur një reflektim mbi të. Financat e fushatës Sokol për mua janë shumë të rëndësishme, sepse realisht besoj tek ato gjetjet e përdorimit të administratës, SPAK-u dhe një shtëpia speciale që ju atashua KQZ-s, janë ato që duhet na thonë. Patjetër. Deri tani nuk kemi parë një gjë ka patur ndjekje, po ke financat ama. Infiltrime financiare në procesin zgjedhor dhe ngar, ne dim që vazhdojnë të jenë të konsiderueshme, vazhdojnë të jenë s'dim akoma faturën e Laçivitës, për shemb. Po natyrisht, edhe Laçivita dhe unë e kam pyetur kur ishte herën e fundit këtu pas zgjedhjeve, ju keni qenë me ne. Dhe më thatë që duhet maturohet një numër ditësh pas. Akoma nuk është depozituar raport. Nuk është depozituar. Akoma nuk është depozituar. Po se të gjitha partitë politike që morën pjesë në fushat zgjedhore akoma nuk e kanë depozituar. Po sepse kam vështirë lidhet me datën. PDI-ja, nëse nuk gaboj. Kam vështirë lidhet me datën kur certifikohet rezultati, se fillon nga data e certifikimit të rezultatit. Nuk e di, po fushata e kanë shkelgjë afatin? Akoma jo. Se kanë shkelë akoma, kanë kohë. Fushata milionere në një vend varfër do të ishin fyri edhe për banorët e këtij vendi, me thënë drejtën. Dhe janë dhe stonojnë hapur disa herë dhe disa persona për mënyrën se si i qasen fushatës tyre dhe mënyrën se si veprojnë terren dhe mënyrën se si sillen edhe me votuesin edhe me votën pastaj. Dhe aty dalim tek blerjet e votës, që janë gjithashtu një fenomen, po që është një fenomen besoj unë gjithë përfshirë, sepse gjithë kanë blerë, nuk diskutohet, pastaj të shohim kush ka blerë më tepër. Shikojmë SPAK-un, dhe SPAK-u duhet të flaset tek kjo. SPAK-u është vepër e rëndë penale, quhet krimi i rëndë blerja. Dhe SPAK-u i cili me ju pat edhe një akord të shkruar besoj unë për zyrën. Patjetër. Nuk e di çka prodhuar dhe nuk e di, po do të ishte momenti se nga 11 maj ne na ndajnë goxha muaj tani, domethënë kaloj gjithë vera. Po, dhe ne po hymë dal nga dal dimër dhe nuk është se kemi parë njëri që të goditet në për shit blerjen e votës. Kështu që ka disa ndjekje penale për një proces, po. Edhe më duket zoti Dumani ka bërë publike para pak ditësh që ka procese, nëse nuk gaboj. Ka procese. Dhe në fund fare, nëse më lejoni edhe ta mbyll, edhe depolitizimi i komisioneve që për mua është tashmë është akut dhe nuk duron më. Okej, unë vetëm kam nga leximi i atyre 46 faqeve zotit Celibash, dy gjëra më bëjnë përshtypje. Sepse unë kam një perceptim timin që them që okej, shiko, ne jemi vend me probleme, patjetër, nuk kemi zgjedhje perfekte, patjetër, ndoshta nuk do t'i kemi edhe për shumë kohë. Po kjo ideja e raporteve të SBE-u dirit një institucion i cili lindi në fund, në gramat e fundit, luftës ftohtë etj. OSBE-ja. OSBE-ja, po dhe Odiri ka quajtur zyra për zgjedhjet lira dhe është interesante se zgjedhjet e para që ka vëzhguar